emocionet nuk e kam vetën kontrol, as pak. Në momentin që emocionona nuk di, munona nuk muj. Në momentin që do pësona, nuk e di, jam, a mos du me hup qëtë anë. Nuk du, edhe pse shumica ma shuajnë si dopsi, që për shamë, unë sot mu përla me ty, o vallaj, o kështu me përla ta mana, e ka kuptan, mu quë, me më ofendu ti muë, me bërtit, e mas as një orë me të pa adin vete, nuk, se di do më thonë, e kësha kalu që atë moment, mas nej, kur të kësha po që i ma mirë, kësha vazhdu në temën të kësha edhe më prapa, po kuptojnë? Nuk muj. E kjo është arsye pse pikrisht unë e kumë thonë, i kumë ronë pishmëm se kumë mojtë ftoftësi, se I need this, për një me ftoftësia jeme është orma ma fort që e kam. Amo në momentin që rri me dikon, foli me dikon, qena me dikon edhe e du dikon si njeri, ku me qëndru tani, ku me mojtë ftoftësi, nuk moj, se ajo moj, po është fake, edhe shihet. Se më shkon buza ose adin... O si mirë si keq beson publiko do më shme pa gjona reale. Trust me. Nuk, po jo veç publiko, po dhe si do të me kënë ti një jetën jashtë, do më thonë, me të mira, me të këqia, me inate, me të tana du me i pa, besëm. Edhe momenti që ti menon që ashtu të sjellë diçka keq, o ka medale mira prej asaj pjesë, besëm. Gjithmonë. Së di, unë e vetëm thëmë, për ty, ti vetëm do të me këshyr me bë krenare nanën tane, besëm, edhe babën tanë. Për këta të kam thonë ruje vetën, se she's always with you, besëm. Edhe që du të me ti, ata, me gjdo gjatë që banë një, gjdo vendim që merë, gjdo gjatë, këshyre intuitën tane, këshyre që kam menon ti që është më mirë për vetën, po dhe me ndo për shumë, what would make her proud for you? Gjithmonë. Ës keme ga bukor. No, mos kaj. No. Hey. Nuk jam kakaj, jam emocionu. Kaluse. Kaloj! 2 latken! I know, po, më vjen keq bile nëse të ka përmeni shtu, po. Besëm, dhe më thonë, me e nabë. Se di, adin që shumë shpesh thëmë, shumë unfair dë qysh, nuk e di, edhe unë këmë pas nevoj për ta, I swear. Edhe unë... O ma kështë, ti ke pas nevoj, banu ti, a I dikosh për dikan që ka nevoj. Yeah. Edhe ke me një vetën 100 herë ma mirë. Edhe unë për këtë të thëjsh adin për shumë, kur bash nanë ti, me qka ke hjek ti, I keme kanë nanë e mirë, besën. I would. I've seen that with my eyes. Edhe jam shumë I sigur që mund është të bënë. Gjithmonë thënë që vojnë ma shumë bënë nëna të fakti. Nëse dinë qysh, se ka dhe që gabojnë shumë. Sepse, bashta, kështë se ti ke 2 mundësi, dhe me thonë, ose me vazhdu, me fajsu jetën, edhe me thonë gjithmonë, jeta është unfair edhe, ama s'kemi shku të rëka shka të sonë. Une adin një ku gjatë shumë e ngarkojsha vetën se thojsha lëpsha fajtur, lëpsha arsye, lëpsha përgjigje, lëpsha nuk e di do me thonë, adin sa shpesh këmë thonë o zotë, adin pëse s'ma ndruve pozitën, apo kupton? Amo, se di prapë thëmë, veç, I don't know, gjithë shka ka arsyën e vetë, dhe pëse halon është se nuk e kumë kuptu arsyën pëse ka ndodhë. është veç njëri duhet mu përbi edhe me mi pranu senet ashtu që është ti rrjedh zoti, apo kupton. Edhe, pëse se di që për shame parë se më ardhë në bek, parë se më nisë për këto, jëmë kona edhe shumë gjatë këmë nëjtë të vorri mamit, edhe se di njënë e urrej më shku e tjetërën këto që në të shku se në momente që shkoj e kuptoj realisht që nuk është mu, apo kuptoj.
Se ka herë nuk e di një kohë gjatë e mashtrojsha vetën me najsha që vjen, adi nuk mu besoj ke. Amo, halo, shpresoj që në momentin që e kuptoj arsyen, S'ti të kuptu një arsye me zatë. Hej, kështë se njësë më është me shpjegu gjithë shka. ju, është shumë e vërtet. Amo s'di është shumë e vërtet që këshillat që t'i jep mami nuk t'i jep kërkush. Pikërisht kjo është arsye pse unë gjithmonë thon. Unë kam qef nëse mu martu, I swear, u e mu bu vjera si nëmbre. I don't know. Se nuk e di do me thonë. Unë e kam edhe njerëkën and I love her. Është moment është shumë e mirë, nuk pasha zotin, ama ja. Adin se hiç nuk kam qef mi bu 19 vjetë. I swear. Ju se najsan kisha pas qef me kësy për 18-20. Mës me pas hiç, se nuk e di dyqysh gjithmonë e menoj vetën e mrina moshën që e ka pas motra jeme, you know, edhe me paramenu vetën që dash, edhe sa senin e kom pa bo, sa gjanat si kom përjetu ala, nuk e di. Hej, besëm, edhe pse vuën e një jetë, shumë të mira keme pas. Besëm. I hope. Ama du t'më pas, si thot, shit, edhe qasjen nda jetës mirë. Si di edhe momentin që për shembull Benita më ka thonë, labi më ka thonë që më thonë ty t'man historia jote, you know, I hate it, se adin sa shpesh, you know, Mënyra që shi ke qëndru te, historisë tonë, jetës tonë të manë ty. Po ty nuk është historia që të definon. Si ti e këto. I always told, Nuk është historia jote, është pjesë e jote, edhe keme pas ko me treguala ma shumë. asej, për shembull, I told her, mos për histori jo, për njëri, po për histori no. Nuk është histori, nuk jam unë historia më ka bo që kjo që jam, ama unë du mu vlerësu për njërin që jam, e jo për mjodhim tjerve, nuk është nice mjodhim të i kuj. Unë kam qef me jap shembull në atë pjesë, kam qef mja u largu njerëzve që ka nevoj. Ajo është pjesë e jetës seme dhe nuk muj me muhu në kur edhe ajo, pikrisht ajo më ka bu që kjo që jam sot. Nashti, edhe unë kisha pas qef me kun fëmija, po kupton me 18 vjetë, and it's okay, po jeta më ka bu, edhe është deri një pikë është mirë, po. Ka njerëz që të nxjerrin atan. And I appreciate it. Do më thonë njerëz që ma nxjerrin anën fëmijërore është janë njerëz më të vlefshëm që i kam. Besëm e një jetë, në çfarë do moshë, në ta me nxjerr anën fëmijërore gjë më bukur që më shme. Se ashtë edhe një mënyrë adin për me i shfaqe ato që s'ke mujt me përritu kër i kanë fëmijë. E s'është kur vonë. Si anën fëmijërore, si pasionet e tua, vërteta, si çdo gjë, ej.
Okej, para më në me heq që bashkë më anë të. Jona, të lutem kontrolloj mikrofonin. Shumë shpesh. Po të qysh e shtash, veten. E shoh veten shumë, nuk e di, e shoh veten ma shumë si s'di vlloj ma kur kam. A din se është për një me weird me thona më me nëzipres më vuna. Nuk e me nëzipres me përjetuat në gjësi ashtë bukur, nuk e di do me thonë. Une Kërë më gëzu 2 herë, jo një. e shoh motra. A di qka? Just let it be with the right person, beson. Kjo është presioni ma i madh që ja bëj Ma sot vetes. s'do të me kam presion. Është. No, se kështu keme gabu, beson. Edhe Keme babi më gabu thot. shumë. Keme gabu shumë. Fakti që ti jep presion vetes për atë pjesë ka me qëti ty me gabu. No, adin realisht është pika jam ma madhe. Nuk ja boj vetës galen edhe pse unë jam njëri që i merr sa vetë shumë kadale. You have to. Nuk Edhe beson kur nuk e din me ka ndodhë. Nuk jam hiç njëri që gutet për një me në këtu aspekte, nuk. Do me thonë, pa njërin në çdo anë me shfaq njëherë karakterin e vet për çdo anë, me ma kallëzu mu çdo emocion që she përjeton njëri, kur nuk isha mujt me vendos. Do me thonë, me pa tjetër duna me pa nervoz të hub kontrollen, me pa mirë, me pa me familje, me pa me fëmijë, me pa kam nevoj krejt amë me pa për me mujt në mendimin tem me kriju një mendim të fort edhe një bindje, po ose jo. Edhe jam një që për një me detajeve dhe fjallëve të vogla ju kushton shumë rëndësi. Edhe tërhekna shumë shpejt, se janë gjanat e vogla që në nërresht ta thonë shumë, apo kupton? Gjësit e vogla, jam shumë kështu ju kushtoj rëndësi details, e ju edhe në minaj sene kom nuk mashtruna. Sa do që për shemë kështu me sene materiale, në i sen... Ma di qka këqyri shumë. Shembull. Lidhjat që ka me prindrit, qysh përgjigjet, qysh vepron, si mendon, si u qaset e tëna. Mënyra si flet me njerëz që nuk njeh, qaset që ka ndaj tyre. S'di unë këshyri shumë sene. Fjallorin që përdore këshyri. Njerëz mendojnë që fjallori është diçka okej, gjithmonë me pas fjallë të pista. And for me that's a big red flag. Sepse do më thonë që ti i rritu se ke nejt me njerëz që i kanë përdor atë fjallor shumë, kështë s'po thonë mos me shasën se cili ti ndodh, adin. Mund, mahet. Ama adin, nëse përshanë ti një fjalli, i thu 5 fjallë, 4 janë fjallë të qia, si pas me e ke një problem vogël, adin. Jo kështu si person, po është diçka që duhet me përpunu ma mjenë. Si e trajton veten. So, how much you take care of yourself. Se sa prej ato edhe varet ose sa shumë ke më kujdes edhe për partnerin edhe për fëmijët. E sidomos kur t'vin punat e fëmija, adin, unë e kam thonë 100 herë, adin, edhe kam me përsi, unë e përshan kur të martohem, unë vetëm du që personi tjetër, tjeti lumëtor, se basanej personi tjetër ka me shfaq që lumëtërin e vetë të fëmija, unë e kam me bo pjesën teme, edhe pse kam me ilon vedit mongut diqka, I'm still gonna be okay, and then knowing they're good.